Visitantes para a equipa contrária de bola de lixo, passa bola de lixo reforçada. Një nga më të mirë dhe kampion i vend 10 vjeç. Vitë gjitha ka qenë shkodran i mirë. Ka qenë djalë për smari, kur I thonë me, ba me qenë shkodran se mtana I banë. Në monitor po shohim disa foto të Arben Lojës si veteran. Në emër të shoqatës veteranëve të atletikës shqiptare, ftoj zotin Bledar Mesi për bërë një tjetër ndërrim për protagonistin e aktivitetit sotëm Arben Loja. Përshëndetje gjithë, jam Bledar Mesi, është kënaqësi dhe privilegj I veçantë që të jap një çmim për legjendën e atletikës shqiptare, edhe të shkurtërës, por të gjithë Shqipërisë, për edhe të Ballkanit edhe të Europës, për garat aktivitetet ndërkombëtare që ka marrë pjesë. Profesori, shoku dhe miku im Arben Loja ka marrë pjesë në shumë aktivitete, edhe kur ka qenë I ri, por edhe që është tek pjesa jonë e veteranëve, sepse ne kemi një kështu që litrit e pesë lart quhemi veteran të atletikës. Duhet t'ju them vetëm garën e fundit që u zhvillua në Shkodër, që ishte kampionati botror I atletëve veteran, në një hedhje shtize, që pse është një garë teknike shumë e vështirë, dhe profesor Beni ishte shumë mirë dhe me një teknik sigurisht ishte një djalë 20 vjeçar. Mirënjohje zotit Arben Loja, atlet I njohur I qytetit të Shkodrës, por jo vetëm I Shkodrës, por I gjithë Shqipërisë, për kontributin e lënë në zhvillimin e sportit për atletët veteran masur të Shqipërisë, duke përkrahur dhe inkurajuar atletët veteran masur të Shqipërisë, që promovojnë sportin që nuk jep moshë. Në atletiksin e gjatë sport tjetër ka dhe konkurrencë, por konkurrenca gjithmonë është e bukur sepse krijon miqësi dhe shoqëri sportive. Son nga Tirana, nga emrat e njohur të sportit të atletikës, ish presidenti I Federatës Shqiptare zoti Gjergj Ruli për bërë një nderim për Arben Lojën. Gjithë dashamirës të Arbenit, mirënjohës për ftesën që Arbeni u kujtua për veteranët edhe për të kartë të bukur që kemi bërë për 30 vjetës bashkë dhe kemi qenë konkurrentë. Do të falenderoja drejtorin e sporteve në bashkinë dhe të ministrisë zotin Jonaj, që është antar I komitetit, Leti Sabuni, Ortion Lulin, dhe të gjithë veteranët që janë këtë salë. Beni, ti ke qenë një atlet shëmbullor, një atlet që ke inspiruar, Arda Milotet Kërgëmjesë. Ti qenë një atlet shumë punëtor, atletika njëri ishte I pari, njëri ishte I dyti, por në fund fare do të kemi qenë shokë dhe miqë. Ju falenderoj për respektin që I bëni këtë atletit. Jam mirënjohës që më keni respektuar, pavarësisht se kam mirënjohë në jetën time që jam abuzues me matësere, por duhet më mirë kuptojnë miqët. Unë kam marrë vetëm për të këtë.
Albert Lloja është përsuar nga klubi Vllaznia dhe Bashkia Shkodër si një nga sportistët e shekullit në rastin e festimeve të shëndetorit. Një vlerësim i tillë vjen sot nga ish kampioni i Rrugënit, tashmë kryetari i Këshillit Bashkiak Shkodër zoti Oton Yli. Mirëmbrëma gjithëve, kënaqësi të jeni pjesë i aktivitetit festit veçantë, aktivitet sportiv e kontinuar me ceremoni. Me njërin të kontributit të dhanë në sport për shokun dhe bashkëpunëtorin tim për sa vite në sportin atletikës, Beni. Unë do të thosha diçka, Beni ka qenë një sportist model për sa i përket karrierës së tij sportive, ka qenë ajo kurrjedhëse në mjet brezit në tjetër dhe brezit tonë, një mënyrë e cila na ka shpërbyer gjithëve në sukseset që ekipi i Vllaznisë ka arritur për vite. Kështu që unë jam shumë i nderuar që sot me anë të Bashkisë Shkodër i jap këtë titull Benit si një vlerësim për kontributin e tij dhe uroj që aktivitetet e tilla të kësaj natyre në ndërrim të figurave që kanë dhënë kontribut në sportin atletikës, por jo vetëm në sportet e tjera, të jenë të shumta, sepse vetëm i bëhet nerë atyre të cilët kanë kontribuar në këtë kohë është një mesazh shumë i rëndësishëm për prezentimin e sportistëve. Faleminderit. Atletikët të Bashkisë Shkodër i dëzoj titullin Mirë Njohje, zotit Albert Lloja për kontributin e dhënë në sportin atletikës, rezultatet e larta në sportin atletikës, si atlet me mirë, për sa i ka këtij vite të kemi të shoqatës Vllaznia, një nacional me kriminal. Nderimi ardhur nga Bashkia Shkodër dhe Sporti Vllaznia. Këto ishin disa nderimet, por ndërkohë për të thënë diçka mbi Albert Llojën, vlerat e tij njerëzore sportive, do ftojmë disa njerëz me të cilët Beni ka bashkëpunuar. E para është Arban Axhani, Bekteshi, një njeri me të cili ka kaluar shumë vite së bashku dhe besoj se ka diçka për të thënë se kush është Albert Lloja. Uroj i herë për këtë këpullim njerëzish të kësaj natyre. Me Beni kemi sa po e thash, kemi 50 vjetë që njëfemi bashkë, jemi servit, kemi garu, kemi kënë shumë shokë e miqë, në tjilë, shimë, në ftoftë, në borë, gjithë sakrificat i kemi ba bashkë. Rezultati ka tiftu qdo gjatë tonën, pra punën, sakrificën, dhe në shpërblyer mundi, ashtu si që kemi meritu, por sot këtë ditë në një moshë të tillë, një knajsi për derisa kemi diçka nga historia jonë për t'i thënë edhe për t'i dhënë që i kemi dhënë edhe fiqitetin. Unë Beni t'i uroj shëndet dhe jetë gjatë dhe punën e tij fisnike që ka sot në fushën e sportit, por në një lloj në një mënyrë tjetër të fushës mjekësisë, përgjithsoj bashkë me djemtë e tij. Ju uroj gjithë mirët dhe shëndet. Një njeri që e njeh mirë Albert Llojën është edhe legjenda e sportit mjekësisë Zyti Çopa. Ftojmë doktorin për të thënë diçka në lidhje me Albert Llojën. Rime gjithë, kam plesi që flasë për fjallë për Beni, sepse Beni jo vetëm atlet. Na kena pasur bashkëpunëtorë në mjekësinë sportive, që dha kontributin dhe vazhdojnë të jetë bashkë me fëmijët e tij, një uroj një jetë gjatë të lumtur, sepse me i bërë këtë punë dhe me ngjarë gjithë këto medalje nuk janë të shpeshtë. Uroj një jetë gjatë. Sporti shkodran dhe shqiptar Zyti Çopa. Beni e përmendi pak më parë, një nga njerëzit që e ka ndihmuar shumë. Vitet e fundit në fushën e mjekësisë sportive është presidenti i ekipit të futbollit të Vllaznia, zoti Lezamatia, që besoj se ka diçka për të thënë për Albert Llojën. Një ndërlidhje edhe për zoti Matia. Për Benin në kena shumë, sepse Beni si sportist flet me këto medalje që po t'i ketë një klub, janë shumë
që atë dalë individuale, du me prej kresën e kontributit si sportist, sepse folën dhe parafullës ato që njohin mënyrët atletika. Unë kam pas fatin e mirë që bashkëpunoj me Benin, dhe familjet e Benit prej 15 vitesh, dhe asa ka futbolli femnave vite që ka dhe Beni me mu në kjo ekip, kjo nuk ka vetëm një mjek sportiv. Dhe për ne, është një universitar, është bashkëpunoj në kryesori joni, po jo në Beni thashë dhe familja Beni që që kontributi i njës të të mëjë në sport. Ashtu si që është kampion edhe këto, Beni është kampion edhe njetë, që që qytetarët të të Shkodrës e komunitetin tonë i duhet edhe nga minimumi që bajmë atë vlerësimi, po këta meritojnë shumë ma shumë. Unë në njërë i Benit shtet, ashtu si që është faktikisht e sebe dhe për asë vitës aga, të shërbejnë familjes, por edhe sportin ashtu si që ka shërbejnë dhe i deshtë. Shtet dhe jetë gjatë dhe. Është një surprizë e bukur. Ne tani folëm njerëz të sportit, por tashmë është rradha e Arjes. Besës Benit për të bërë një llorat zyshit për cilën jemi mbledhur sot me këtë aktivitet. Ftojmë Arjen. Kësisht ftojmë edhe familjen, Arvin, Regin, Dritën, në këtë ceremoni kryesore të këtij aktiviteti që organizohet nga Shoqata e Atletikës Vllaznia, Bashkia e Shkodrës dhe Federata Shqiptare e Atletikës për ish kampionin dhe rekordimin e kërcimeve zotin Arben Moja. Theu këtej, goca, këteu një këtej. Ftojmë organizatorët të tjerë të familjes, edhe Albi, edhe Redi janë ato, po ashtu tashmë pjesë e fushës së sportit, po japin kontributin e tyre si dhe Beni. Faleminderit. Beni, besoj që lotët tuaj flasin shumë sot për emocionet e këtij aktiviteti. Kjo ishte ceremonia zyrtare, ju ftojmë të gjithë dhe në fund është një koktejl i shtruar për këtë aktivitet. Faleminderit, dhe shpresojmë të kemi një sërish për të nderuar të figura të sportit shqiptar.